Shikues dashur, përshëndetje. Jemi në Galerinë Nacionale Çifte Hamam, ku për pak kohë do të mbahet ekspozita me titull Imagjinata e Purpurt nga artisti dhe profesori i mirënjohur shqiptar Safet Spahiu. Në këtë ngjarje artistike do të ekspozohen 50 vepra nga cikli i fundit i pikturave të realizuara me teknika të kombinuara. Ndoshta e ndëgjuat edhe titullin e kësaj ekspozite, Imagjinata e Purpurt. E në këtë imagjinatë të Purpurt të shohim se çfarë do të eksplorojmë dhe çfarë do të shohin të gjithë shikuesit tanë. Do të shohin një magji që rezaton nga të gjithë muret e Çifte Hamamit me disa piktura dhe me disa ngjyra të bukura, me disa teknika të përkryera të artistit dhe profesorit tonë të njohur. Pra, na ndiqni me vëmendje. Në hapësirën magjepse të Çifte Hamamit pranë Galerisë Nacionale të Maqedonisë, u hap ekspozita personale e artistit të njohur dhe profesorit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Safet Spahiu, me titullin Imagjinata e Purpurt. Në këtë ngjarje të rëndësishme të jetës artistike, Spahiu paraqit 50 vepra nga cikli i tij më i fundit, krijues një udhtim piktural mes ngjyrës, simbolit dhe meditimit. Me një gjuhë të rafinuar, figurative dhe ndjeshmëri të thellë estetike, artisti eksploron marrëdhënien mes reales dhe imagjinares, duke veshur atë me tonet e purpurta, ngjyrët e kujtesës, e shpirtit dhe misterit. Imagjinata e Purpurt nuk është vetëm një ekspozit, por një hapësirë reflektimi mbi përjetimet njerëzore në kohra të turbullta të ndritura njëkohësisht. Përmes shtresimeve të ngjyrave, teksturave dhe dritës, Spahiu sjell një univers poetik, ku kufiri midis formës dhe ndjenjes bëhet i tejdukshëm. Ekspozita dëshmon për pjekurinë artistike të autorit, i cili prej dekadash është një ndër figurat më të spikatura të artit bashkëkohor shqiptar dhe ballkanik. Krimtaria e tij mbetet një urmë mes traditës pikturale dhe vizioneve moderne, mes kujtesës kolektive dhe ndjesisë personale. Imagjinata e Purpurt është titull të cilin e dha kuratoria e ekspozitës, Maja Krstevska. Përndryshe, titulli i vërtet në fillim ishte Poetika e së Purpurtës. Me këtë titull kisha ekspozit një pjesë prej këtyre që janë këtu, në Galerinë Kult, në Gostivar, ku kuratoria ime Vlora Demiri e titulloi si Poetika e së Purpurtës. Pasi që ishte edhe një pjesë në Pull të Kroacisë, ato bilim kanë bet në Kroaci në Pull, ato tablo. Përndryshe, kuratoria në Gostivar në Galerinë Kult dha një kritik shumë pozitive për ekspozitën që ishte, me titullin pra Poetika e së Purpurtës. Pastaj, të gjitha punimet që fillojnë nga pandemia, kur ne ishim të mbyllur, edhe ndoshta të gjitha artistët dhanë një kontribut më të madh në veprat e tyre. Kur bisedoj me kolegët e mi, gjithë thonë se kemi punu ma shumë në kohën e pandemisë. Edhe unë atëherë fillova me këtë cikël, që zgjati deri ditën e sotit janë mbi 60 punime të ekspozuara këtu, dhe frymojnë me kryesisht me ngjyrën e purpurt, që në tërësi, koncepti i ekspozitës është, si thot edhe kuratoria Vlora Demiri, ku ishim, prej nga vim, edhe ku shkojmë. Nga vim si u krijuam, ende është një pikpyetje e madhe, ku do të shkojmë, ku e kemi fundin, prapë është një pikpyetje e madhe. Edhe gjithë ajo ecori që kalon me shekuj e shekuj me milenume,
është një absurditet në vehte që askush mundet me i dhënë një përgjigje të saktë. Edhe kjo na preokupon, normal. Tu kam ma tepër simbolik, forma të ndryshme të formave abstrakte dhe mbërrim në një situatë që mbesin vetëm të pikpyetja. Çdo artist bën diçka. Kur flasim për artistët Mirëfillt, ai nuk rrin. Kam disa faza në krijimtarinë time që jam prezantuar edhe më herët me faza tjera, me cikle tjera të punimeve, po kjo është ajo e fundit edhe ma tepër ndoshta anoj ka teknika e pikturimit, sepse unë përdor edhe mediume jo pikturale në pikturën time, që bëj reliefe ngjyrave, ngjyra tani në fund janë edhe vijat e holla të krijuara me boj, që krijojnë tërsinë e kompozicionit. Realiteti është krejtësisht ndryshe, imagjinata nuk ka kufi, prandaj lirohemi në atë. Unë e përdor ngjyrën e përpurt duke pa nga lart. Ngjyra e përpurt është ngjyra aristokrate, është ngjyrë mbretërore. Po është e këndshme edhe në pamun, natyrisht kur i kombinojmë me ngjyra tjera të cilat përshtaten në tërë shtrirjen e kompozicionit, mënyra ekspresive e paraqitjes së formave abstrakte, ku herë marrin formë që duken edhe më konkrete në kompozicion, por gjithmonë nga ajo se dominon vjollca apo e përpurta dhe e përfundoj me atë se t'jemi më lartë, t'jemi mbretëror, ta ndjejmë veten ashtu, t'jemi më aristokrat në vetveten.